Nderuar besimtare, ajo gjë që do ndajmë bashkërisht sot me ndihmën e Allahut të Lartësuar, është një përjetim që unë e përjetova në momentin që lexova diçka këto ditë. Dhe ishte një lajm i zakonshëm si ato lajmet të cilat na vinë në mënyrë sistematike dhe i kalojnë. Dhe ishte një detaj rreth majës më të lartë që është në botë, dhe ju e dini që është maja e Everestit. Dhe që është, për sa i përket pozicionit gjeografik, është aty midis Nepalit dhe Kinës, Tibetit. Dhe ajo gjë që më tërhoqi me thënë të drejtën, vëmendje dhe ju përkushtova disa çaste, ishin disa të dhëna që kishin të bënin pikërisht me majën më të lartë në rrezullin toksor. Pra pikën më të lartë që ka krijuar Zoti i gjithësisë në rrezullin toksor. Dhe normalisht secili prej nesh ka akses të lehtë të futet në internet dhe gjen të dhëna të mjaftueshme rreth këtij mali apo kësaj pike. Mirë, po ajo që më bëri përshtypje ishte ambicia e lartë e disa njerëzve, në veçanti alpinist, por edhe të tjerë, të cilët fillonin dhe sfidonin veten e tyre për të ngjitur në majën më të lartë të botës, të dunjas, në pikën kulminante. Pra imagjinoni pak, Allahu i Lartësuar që është krijuesi i tokës, ka dashur Zoti i gjithësisë që të ketë një varg male, disa malet që krijojnë atë varg malet e Himalajeve, pastaj pika më kulminante është pika e Everest. Tani, disa prej njerëzve përgjatë viteve kanë tentuar të arrijnë ta prekin këtë majë të lartë. Diku te 7.000 apo më shumë ja kanë qelluar, kanë arritur ta shkelin dhe për disa çaste të mbijetojnë, të qëndrojnë në pikën kulminante të dunjas. Dhe shumë se normale, secili prej nesh tani imagjinon emocionin dhe kënaqësinë, krenarinë. Dakor? Sidomos sot për shembull, të kesh me vete një foto në pikën një fotografi në pikën më të lartë të tokës. Mirë, po ajo që është që tërheq akoma më shumë vëmendjen, është sakrifica e madhe. Është shpenzimi kolosal, duke filluar që nga ai material dhe duke pastaj pa harruar dhe aspektet e tjera dhe rreziqet e shumta, koha që është në dispozicion që zgjat që nga 6 dhe në 10 javë, ndoshta edhe akoma më shumë, që e bëjnë këtë udhëtim nga udhëtimet më të rrezikshme dhe me pasoja të rënda. Dhe prej atyre gjërave që hasa ishte përjetimi i dikujt, musliman ishte ai i cili e kishte arritur, ja kishte qelluar, pra që të ngjitej në majën më të lartë dhe thot kaloni mes kufomave. Dhe i shikonin këto njerëz që kishin ngrirë, se ja kishin qelluar do të arrinin në majë, dhe për shkak të temperaturave shumë të ulta, normalisht trupi nuk tretet ose do një kohë të gjatë. Dhe thot kalonin mes kufomave, që do thot njerëz të cilët kanë bërë maksimumin e tyre, kanë derdhur shpenzim, i ka marrë parasysh dhe rreziqet dhe nuk ja kanë arritur dot, nuk ja kanë qelluar dot që të arrijnë në pikën kulminante të tokës. Që do thot, për sa i përket shpenzimeve varion thot, në varësi edhe të paketës, në varësi edhe të grupit shoqërues, nga $30.000 apo euro deri në 100.000. Për sa i përket përgatitjeve fizike, muaj të tërë, ndoshta edhe vite përgatiteshin fizikisht për të përballur me këtë sfidë, sepse sfidë e madhe fizike. Pastaj për sa i përket përgatitjes emocionale, normalisht që do një kohë dhe do trajnime të përgatisin emocionalisht. Vështirësitë, sfidat dhe në fund fare, pika më kulminante cila ishte një dokument që të jepej për ta nënshkruar, për të hedhur firmën. Askush nuk mban përgjegjësi për ti. Askush nuk mban përgjegjësi, është vendimarrja tënde, nëse ndodh që të ndrosh jetë dhe të vdesësh, që është shumë e mundshme të ndodhi diçka e tillë, atëherë ti e përgjesi dhe ti e nënshkruan dhe hedh firmë. Tani lind pyetja, ç'lidhje ka ky informacion dhe ç'lidhje kanë këto detaje me temën tonë, me xhuman tonë, ku secili prej nesh vjen me një endje të madhe, me një dëshirë të zjarrt që të dëgjoj 5 fjalë, të karikohet, të shtojë atë entuziazmin, të rrisi besimin e tij dhe të afrohet sa më shumë me Allahun e Lartësuar. Dhe të mbushet me shpërblime, këto janë qëllimet kryesore pse ne u mësojmë xhamive të Zotit të Lartësuar ditën e xumës. A ka lidhje me jetën tonë? A ka lidhje me sfidat tona? Patjetër që ka lidhje.
Sepse çdo besimtar dhe çdo besimtare në mënyrë të pa diskutueshme duhet të përcaktojë everestet e tij në jetë. A njeri që nuk përcakton pikat, nuk përcakton everestin e tij, cili është everestim, cila është sfida ime, cila është pika që unë dua të arrij. Dhe edhe prej detajeve të tjera është se ka të tjerë të cilët nuk e kanë këtë ambicie dhe nuk e marrin parasysh këtë sakrificë dhe këtë rrezik, të cilët ngjiten dhe ata, si ngjitemi edhe ne në piknik të caktuar për shembull, ama kodra më të vogla, që do thotë rreziqe më të kontrolluara. Dakord? Ama ka të tjerë të cilët thonë, jo, unë do të arrijm majën më të lartë. Të tillë janë njerëzit, të tillë kështu i ka brumosur Zoti i gjithësisë. Lind pyetja, ne jetojmë pa qëllim? Kemi objektiv në jetën tonë? Kemi sfida në jetën tonë? Kemi sfiduar ndonjëherë veten apo kemi rënë dakord me aq sa na dhuron vetja jonë? Sepse ka dy forma. Ta sfidosh veten, ta shtrydhësh atë, të marrësh maksimumin e saj në të gjitha aspektet, qoftë në aspektin material, që do thotë sukseset e caktuara të kësaj dunjaje, qoftë në aspektet shpirtërore, fetare. Dhe secili prej nesh ka dy zgjedhje. Një, ti e lë veten tënde të lirë, ajo e përcakton masën e suksesit. Po ka dhe një formë tjetër, ka dhe robër të tjerë të Allahut të lartësuar, të cilët i thonë vetes, jo, unë e përcaktoj ku do ngjitesh ti. Dhe ti do më ndjekësh. Dhe je detyruar që të më ndjekësh. Sepse unë e përcaktoj majën që dua të kem në jetë. Majën që dua të kem në dije, në informacion. Majën që dua të kem në fe, në devotshmëri, në raport me Zotin e gjithësisë. Majën dhe gradën dhe shkallën që dua të kem në xhenetet e Allahut të lartësuar. Kur ti kërkoni Allahut, kërkoni xhenetin Firdeus. Jo thjesht o Zot më fut në xhenet. Po kur ti kërkoni Allahut, kërkoni xhenetin Firdeus, sepse ai është xheneti më i lartë dhe tregon ambicien më absolute. Dhe tregon që njeriu mobilizohet dhe përpiqet dhe sakrifikon dhe investon në jetën e tij, dhe pastaj ja bën risk Allahu i lartësuar. Atë ne përcaktojmë. Dhe vetja jonë, nefsi ynë është i detyruar të na përgjigjet përderisa e nënshtrojmë, i përcaktojmë detyrat, i përcaktojmë objektivat, është e detyruar që ta ndjeki. Në momentin pastaj që e lëm të lirë dhe i themi çfarë të më japësh bëre qaves. Faleminderit shumë. Mirë është ta dish që s'ka për të dhënë shumë. Do na japi rehati, do na japi gjumë, do na japi dembelizëm, plogështi dhe dështime të një pasnjëshme në jetë. Duke filluar që nga dështimet që i përkasin aspekteve të kësaj dunjaje, lere më pasaj dështimet fetare. Për këta arsye, ndoshta dikush prej nesh ka 20 vite betej. Me një sfidë, prej sfidave që duhet ketë muslimani. Dhe nuk ja qëllon dot. 20 vite betej, dikush me namazin. Tërkoj që për dikë namazi është gjëja më elementare, më e shishme, është takimi me Allahun, takimi ditor. Jo, thot më vlla, po mas më ka bërë risk Zoti. S'ka si ta bëj risk Zoti. Ti s'e ke përcaktuar si objektiv, nuk i ke përcaktuar si everestin tënd, si majën tënde. Pastaj të mobilizohesh, të bësh gati investimin, shpenzimin, të bësh gati, të bësh stërvitje, të marrësh trajner të cilët do të orientojnë, do të mësojnë se si është rruga. Si do të përgjigjet vetja? Ndërkohë që jo vetëm që nuk na përgjigjet vetja jonë në sfida, dhe në vështirësi, mirë po Allahu i lartësuar na jep të kuptojmë edhe një detaj tjetër. Inna nafsa la'amaratun bisu. Madje gjithmonë na kundërshton. Jo vetëm që nuk na motivon vetja jonë, mirë po gjithmonë na kundërshton. Dhe na orienton për atë gjë që është e kundërta asaj gjë që duhet. Prandaj vëllezër, pa ju marrë shumë nga koha. Përcaktojmë në jetën tonë everestet tona, pikat kulminante në jetë. Pastaj lutemi Allahut. Dhe nëse Allahu i lartësuar shikon sinqeritet në zemrat tona, dhe vendosmëri dhe vërtetësi në këto qëllime që ne kemi, Allahu i lartësuar mjafton thot për diçka bë dhe bëhet. Wa innaka lataj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan. Dhe Allahu është ai i cili kur dëshiron diçka, dhe ti o Zot, i lutemi ne dhe i themi ti o Zot i ai i cili kur dëshiron e bën atë të vështirën, atë të pamundurën, e bën të lehtë, e bën plotësisht të lehtë. Pastaj përpiqemi dhe sakrifikojmë, sepse çfarë thot Allahu i lartësuar në Kur'anin famëlart, am hasibtum an tadkhulul janna
Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum. Pra kujtoni se kaq lehtë do hyni, do futeni në xhenet, përpara se të shijoni dhe ju atë që kanë shijuar ata që kanë qenë përpara jush, përpara se të kaloni dhe ju në ato shtigje, në ato rrugica, në ato sakrifica, sfida që kanë kaluar dhe ata që kanë qenë përpara jush, duke filluar nga profetët dhe nga besimtarët, jo, do kalojmë në të njëjtat shtigje për të futur në të njëjtin xhenet. Atë xhenet që do ta gëzojë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do ta gëzojnë profetët, do ta gëzojnë të sinqertët, do ta gëzojnë të devotshmit, të vërtetët, dëshmorët, kontribuesit e mëdhenj, sa gëzojmë dhe ne, atë le të ecim, dhe le të shkelim shtigjeve që kanë shkelur këta njerëz, rrugicave që kanë pikërisht kanë kaluar këta njerëz. Dhe le të sakrifikojmë, dhe le të investojmë, dhe le të përpiqemi siç janë përpjekur në mënyrë që të gëzojmë dhe të shijojmë atë gjë që do ta shijojnë të gjithë besimtarët. Në xhenet do të hyjmë me të njëjtat zemra, me të njëjtën gjuhë, me të njëjtat objektiva, me të njëjtën ambicie, me të njëjtën përpjekje, me të njëjtat adhurime, me të njëjtin Zot, me të njëjtin profet, me të njëjtat rituale. Nuk ka asesi të futemi dhe të shijojmë të njëjtin vend, mirë po me punë të ndryshme. Dhe jo me ambicia të njëjtë dhe me investim të njëjtë. Prandaj orë të shtrenjtë, edhe një herë theksoj dhe le të jetë slogani i xhumas tonë, që secili prej nesh të përgatisi objektiv, të ketë synim, të ketë ambicie në jetë dhe të ketë Everestin e tij. Njerëz të cilët shpenzojnë deri në 100.000 euro, përgatiten me muaj, ndoshta me vite, merr parasysh dhe nënshkruan vdekjen, vështirësinë. E dini përse? Thjesht për të qëndruar disa çaste në maj dhe për të ardhur pastaj për të zbritur, nëse do zbritet do të gjallë, dhe për t'i thënë dunjase, diti se ku isha unë? Unë kam arritur majin e Everestit. E diti me këtë flet, ja ku e kam dhe foton. Një kënaqësi momentale, e shoqëruar me shumë rreziqe, me shumë investim për disa çaste që në fund fare, e dini se çfarë do ndodhi? Fotografia do të vjetrohet. Por edhe emocioni do të harrohet. E çfarë do mbetet në fund fare? Po ai i cili arrin xhenetet e Zotit, po ai i cili arrin kënaqësinë e Allahut, po ai i cili ka si Everestin e tij ditor, namazin e sabahut, e shijon e përditson kënaqësinë e namazit të sabahut çdo ditë. Po ashtu ka Everestin e tij, ka sfidën e tij, respektimin e prindërve, të qenurit i përunur në shërbimin e tyre, i mirë në lidhjet farefisnore, mjekon ndjenja, plagë të njerëzve në të gjitha format, jo vetëm në aspektin material, por në të gjitha format. Po ai i cili ka Everestin e tij, të përmbushi veten e tij dhe ta stolisi me etik, me moral dhe me të gjitha virtytet e larta, dhe ta pastrojë nga të gjitha format e veseve. Po dikush tjetër ka Everestin e tij, atë pikën, atë majën, atë sfidën, të jetojë me halal, dhe të mos qarkulloj në venat e tij dhe në stomakun e tij kafshat haram, dhe mos ushqej fëmijët e tij me haram. Pra që do thotë, ne duhet të përcaktojmë dhe muslimanët dhe muslimanet shëmbullor kanë Everestet e tyre, kanë sfidat e tyre në jetën e përditshme. Krijon Allahu i lartësuar xhenetin, krijon Allahu i lartësuar dhe zjarrin. Zot na ruaj nga zjarri i xhenemit dhe na bëf të riska Allahu i lartësuar xhenetet e larta. Dhe ju e dini hadithin. Por mendoj që ka lidhje dhe situash zë vend ta përmendim pikërisht në këto fjalë. Krijon xhenetin, atë që syri s'ka parë, aty ka çfarë syri s'ka parë, veshi s'ka dëgjuar, dhe kur nuk mund ta imagjinoj imagjinata njerëzore apo ta përjetoj zemra apo shpirti i dikujt pa hyrë në të. Kam përgatitur, thotë Allahu i lartësuar, enkas për të shpërbyer robërit e mi, ata të cilët kanë këto sfida, këto qëllime, këto objektiva në jetë. Dërgon Xhibrilin, melekun më madhështor që ka Zoti i gjithësisë dhe që ka krijuar Allahu i lartësuar. Shko dhe Xhibril dhe shikoje çfarë kam krijuar për robërit e mi. Shkon Xhibrili dhe çfarë të shikoj? Vend që ka krijuar Zoti me dorën e tij enkas për shpërbyer. Thotë o Zot, vetëm lajmëroj robërit e tu. Vetëm mua prezanto. Të gjithë pa përjashtim do të hyjnë në të, do të futen në të. Pastaj Allahu i lartësuar, pasi farkohe, e rrethon xhenetin me vështirësi, me sprova, me detyra,
të cilat që do thotë tashmë nuk është falas. Ka një farë kosto. Do ta paguash të koston dhe ti do të shijosh përsëri të njëjtin xhenet, nuk u zbeh xheneti. Thjesht Allahu lartësuar bëri që përpara se të futesh në xhenet, ti thjesht duhet kalosh disa rradh. Dhe këta rradh janë rradh sprovash, vështirësish, disa detyra të cilat ti duhet i kryesh edhe unë bashkë. Shkon Xhibrili për të dytën herë për të parë çfarë kishte ndodhur. Pse e dërgon Allahu lartësuar për të dytën herë për të parë xhenetin? Shikon të njëjtin vend me të njëjtin përshkrim. Mi po çfarë kishte ndryshuar? Thjesht për të futur në këtë xhenet, duhet të kalosh këto teste, këto provime, këtë dunja, me këto përgjegjësi, me këto obligime. Kthehet dhe i thotë, o Zoti i Madh, pasha krenarin tënde kam frikë se askush nuk do të hyjë në ta. Pse kjo gjë? Sepse ne kemi të vështirë të përcaktojmë në jetën tonë këto sfida. Njeriu i pëlqen të jetojë qyll, siç thot populli. Të jetojë pa bërë gjë. Ka mundësi të jetojë pa bërë gjë në jetë, pa u lodhur. Ka mundësi, pa prishur gjumin, pa prishur rahatin, të më vijë risku, të bëhemi pasur, të kem dhe famën, por në fund fare të lutem ta fitoj dhe xhenetin. Ka mundësi, shumë shkurt, nuk ka mundësi. S'ka mundësi, është ligj që ka caktuar Zoti i gjithësisë. Prandaj të rinj, të reja, të vëzërit, motrat, besimtarët, shpërveshin mëngët. Dhe i mësojmë kësaj dunjaje me qëllime të qarta, dhe me synime madhore dhe fisnike, dhe me një Zot i cili orienton dhe udhëheq dhe i ndihmon dhe i mbron për të arritur majat e sukseseve me ndihmën e Allahut të lartësuar. Asnjë moment, në asnjë çast nuk duhet jetë koka e ulur tek besimtari, tek besimtarja. Nuk ka sprovë që e thyen, nuk ka vështirësi që ja pamundson apo ja pangon rrugëtimin drejt kujt, drejt suksesit. Pavarësisht se sa është kostua. Pavarësisht se sa është kostua. Jemi të destinuar dhe jemi të gatshëm për ta paguar me ndihmën e Allahut të lartësuar. Dhe është mëshira e Allahut të lartësuar që në momentet e saktuara ne duhet edhe të shfrytëzojmë ato periudhat, ato kohët e volitshme, ku gjëja bëhet më e lehtë dhe mundi është akoma më i shpërblyer. Dhe ne falënderimit takon Allahut të lartësuar që na bëri risk që edhe këtë vit jemi në prag për të shijuar ditët më të bukura dhe më madhështore të vitit. Janë ato ditët përpara festës, përpara Kurban Bajramit, 10 ditët e Dhulhixhes, të cilat fillojnë ditën e hënë, në mos gaboj, dhe kulmojnë pastaj me Kurban Bajramin. Këto ditë për të ngjitur në maja është më e lehtë, për të arritur kënaqësinë e Allahut është më e lehtë. Zoti të ndihmon. Dhe puna e mirë shpërblet akoma më shumë, siç thot pejgamberi alayhis salam, nuk ka ndonjë ditë ku puna e mirë të jetë më e dashur, më e shpërblyer tek Allahu i lartësuar se sa punët të cilat kryen në 10 ditëshin e muajit Dhulhixhe. Prandaj ne përcaktojmë objektivat tona, e përmendim shumë Zotin e gjithësisë në këto ditë, përmirësojmë veten tonë dhe obligimet në detyrat që na ka caktuar Zoti i lartësuar, dhe çdo punë që ti dëgjon dhe konstaton dhe e di se është e mirë, krye në këtë ditë dhe mos u privo, sepse janë ditët më të mira të vitit. Allahu ju mbulof me mirësitë e tij, dhe lutim Allahu i lartësuar që ne Zoti i gjithësisë na mundsoj suksese të pa numërta në jetën tonë, dhe çdo sukses të pasohet me një sukses tjetër, derisa të takojmë Allahun e lartësuar, faqe bardhë, të shpërblyer, të bekuar dhe mbi të gjitha shumë të promovuar dhe të lavdëruar nga Zoti i gjithësisë. Sepse nga momentet më kulminante në ditën e gjykimit është edhe momenti kur i thuhet dikujt ti e pikërisht je ai i cili e ka arritur majën. Është momenti i krenarisë. Ti e ka arritur majën, ke marrë maksimumin e vetes tënde. Ni'mal abd, sa rob i mrekullueshëm ke qenë. Absolutisht s'ke lënë diçka mangët. Allahu ju mbulof me mirësitë e tij. Lutim në Zotin e gjithësisë në të na falit, na mëshiroj, dhe Allahu i lartësuar ta përmirësoj dhe na plotësoj në çdo aspekt të jetës tonë, duke filluar që nga zemra, gjuha, virtytet, moralet e larta, besimin, devotshmërinë, raportin me Zotin dhe pastaj të gjitha aspektet e tjera të kësaj dunjaje, çdo gjë që dikush prej nesh lëngon apo ka një boshllëk, Allahu t'ia plotësoj dhe Allahu ta mbulojë me mirësitë e tij. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahi al-azim li wa lakum.